dikush, jam unë. Përshëndetje Kosovë, unë jam Shqiponja. Sot me një video të re, tash i tutje mundeni mi po videot e mia edhe në YouTube, jo më veç në TikTok. Normalisht që në TikTok do vazhdoj, mirë po edhe në YouTube. Tash i tutje ka me pos edhe materialet të vërteta të hulumtimeve të mia në kontin tam TikTokut edhe të YouTubes, xhirimet e vërteta që unë i kom bo gjatë hulumtimet. Sot du me full për një temë që u komentu jashtëzakonisht shumë shpesh në TikTokun tam, videot e mia. Komenti për të cilin bëhet fjalë është komenti pse nuk po shkon në një emision sikur për shembull emisioni i Ardit Gjebrez ose emisioni i Histori të jetës ose kësaj lloji emisione. Përgjigjja është shumë e thjeshtë. Ky është misioni i jetës tam, sfida e jetës tam. Edhe për mua nuk kish me kon i njëjti sukses sikur kur të gjej une, çat person që jam duke lyp, sikur kur të ma gjen dikush. Kjo është arsyeja e parë. Arsyeja e dytë është që unë me shku në një emision të tillë, unë nuk kam asnjë lloj informacioni që kam i dhënë atyne. Unë nuk e di as datën e saktë kur kom lind, as ku kom lind, as kur që hiç. Informacioni jam i vetëm dhe i pari është vendi ku jam gjetë, që jam gjetë tek udhkryqi i Orllatit me datën 10 korrik. Kështu që informacione tjera nuk kam që unë më u dhon atyne diçka që ata me fillu diqysh hulumtimin. Unë kom shpjegu ma heret që fillimet e mia janë konë shumë zërshme. Unë as këtë informacion gjatë jetës time nuk e kom ditë se ku jam gjetë ose që jam gjetë në këtë mënyrë. Që jam praktis në rrugë dhe më ka gjetë një polic, unë tash rëvan e kom marrë vesh. Unë i kom po edhe ma heret ato emisione, e di që kanë sukses, e di që shumë persona i kanë bashku me familjarët vetë, me persona që janë konë të i lyp, i kanë gjetë. Mirë po, unë nuk kam asnjë lloj informacioni që ka më i dhënë atyne. Ata duhet me pas diçka me çka me punu ata. Shembull, atyne më nesh mja u dhënë një emër, edhe ata tani e gjejnë çat person. Po e kanë të paktën një emër, ose një fotografi, ose një... Unë nuk kam kur gjë që më jep atyne, kështu që ata... Unë edhe me dash me shku aty, ata nuk munden me mndih mu. Edhe me mujt, kërkosh, si mas menimit tam, kërkosh nuk ta kryn punën ma mirë se sa vetë. Edhe në përgjithësi, gjithë historinë unë e shoh sikur aventurë, nuk është që e shoh sikur diçka që më pegon ose tash më dikon negativisht në jetën tam ose ndjenjat e mia ose për mua është thjesht një aventurë që unë e bëj me qef, unë këtu hulumtime i bëj të gjitha me qef. Është edhe interesant sepse takoj shumë njerëz të ri, shoqërohem me shumë njerëz ndryshëm, tjerë, bisedoj shumë me njerëz. Kështu që i ka edhe përparësitë e veta që këtë rrugtim unë me bo vetë. E ju me lon dikën me ma kry punën tam. Sepse është jeta jam, historia jam. Në këtë pikë du me hi pak edhe në temën e prindërve të mi. Prindrit e mi që më kanë rritë mu, janë prindrit e mi dhe kanë më kanë gjithmonë prindrit e mi. Janë prindrit e mi që i du pa fund, dashnia që e kam për prindrit e mi nuk krahasuhet me asnjë dashni tjetër, me asnjë person tjetër, me kur gjë hiç tjetër. Kështu që edhe kjo pyetje që më shtrohet, pse pilen prindrit e tu pe lyp dikën që të kalon ty në rrugë, jo, nuk është ashtu. Unë prindrit e mi i dua pa fund, prindërve të mi kur asnjëherë një unë shpinën nuk vjen shprehje që kom ja u kthy, kështu që prindrit e mi janë jeta jam, prindrit e mi janë ata që edhe më kanë përkrahur në këtë drejtim dhe vazhdojnë me më përkrah. Prindrit e mi janë shumë të lumtur me mua, unë jam shumë e lumtur me ta. Mirë po, unë për që i lypi prindrit e mi biologjik, është keq tjetër sen. Unë nuk i lypi ata për me mi zavendësu mu prindrit e mi, se kjo nuk bëhet. Prindrit e mi nuk mënet mi zavendësu kërkush, kur njët. Unë ata thjesht i lypi për me ditë se kush janë për kurreshtje. Kështu që edhe ato komente pa lidhje që bëhen, lej që apo të interesan, shko martohu dikën edhe bën i fëmijët e tu, jetoj jetën tone. Po, ata mirë e kanë. Mirë po, e kom sqaruar edhe ma heret që unë nesër mas nesër nuk du mu dashurun dikën që për shembull në fund të mdel vlloa kushëre. Kështu që kjo punë zbohet. Kjo tash fakti është që jeta jam ka ndodhur çdo që ka ndodhur. Kjo është historia jam edhe duhet mu ballafaqu me të. Unë nuk më me injoru thjesht. Në këtë momente kur flas për prindërit e mi, ta sqarojmë edhe një pikë që prindërit e mi janë shqiptar. Prindërit e mi janë shqiptar, unë jam shqiptare.
edhe komentet që bohen për që ka mujt më konë krim lufte, shtatzania, për shembull, për cilës kom lind une nuk qëndrojnë, edhe një herë për thëmë, nuk qëndrojnë, unë kom lind në korrik të vitit 2000. Testin në MyHeritage e kom bo ku etniciteti jam është 100% shqiptar, kështu që kjo teori nuk qëndron. Arsyeja pse unë zgjodha jetën time me bo publike dhe me nda historinë time me juve në TikTok është thjesht sepse mua nuk më pëlqen që kjo tema e adoptimit e këtyne gjërave është ende një temë tabu në Kosovë. Edhe qa normalisht nuk ka nevojë me ka një temë tabu. Unë kam qef që me historinë time që e ndaj me juve me normalizu pak këtë temë. Kam qef me kon inspirim për ata persona që mendohen vetë që janë për shembull qift që dojnë me marrë një fëmijë me adoptu. Kam qef me kon një shembull se qysh mënet në fund kur të rritet fëmija me kon mindseti ati fëmijës. Dhe më thonë që nuk është sikur në për filma me dojë mos që fëmija tani kur te kupton thët pse s'm keni kallëzu e idhnohen e ju, ashtu nuk është realiteti, ashtu nuk të më thonë që gjithmonë ashtu është realiteti, mundet me dole dhe këtë ndryshe si në rastin tem ku unë jam shumë jashtëzakonisht faleminderuese ndaj prindërve të mi që më kanë rrit, më kanë eduku dhe më kanë bo që që jam unë sot. Për ndryshe kom qef edhe me kon zo i atyne personave që për shembull vet janë të adoptuar dhe nuk din se qysh me i përpunu tash të ndjenja ose qysh mu ballafaqu me këtë temë, që me kon kjo temë ju një temë e aq e ndjeshme, sepse nuk ka nevojë me kon një temë aq e ndjeshme. Nuk ka nevojë as në krejt Kosovën shembull mu mojtë si mshefci ose zban me dit fëmija, zban me dit këjshia, zban mu këtu sa nuk më pëlqenë, edhe kom qef me kon inspirim për persona që janë të interesuar me adoptu fëmi ose për ata fëmi që janë të adoptuar që me po që mundet me kon gjithçka edhe këtë ndryshe, mindseti me kon ndryshe, edhe kjo është arsyeja pse unë kom vendos me nda historinë teme tjetës me juve, si në TikTok, tash edhe në YouTube. Kështu që për që ja u tregaju në historinë dhe rrethonat në TikTok nuk do më thonë që unë jam duke kërkuar ndihmë nga ju. Normalisht që nëse dikush din diçka, mundet me më tregu edhe këzona me pos dikush informacione për mu, mirë po nuk i bëj të gjitha videot veç për me kërku ndihmë. Unë thjesht ju tregoj se çka bëj, si veproj dhe qysh janë gjërat. Faleminderit shumë.